Çu thot Godard. Tani gjithë bëjmë dakord që s'është problem gjenesh kjo histori. E ka mirë figueshme aty, duhet ta ketë mirë metaforike, domethënë kështu është njerëzimi, kështu është gatuar njerëzimi. Ne nuk e mohojmë faktin e ekzistencës së homoseksualëve. Çështja asnjëherë se kemi mohuar. Çështja është në qëndrimet që ne marrim pastaj në promovimin e mënyrës se si do jetojmë. Kjo është historia, domethënë. Promovohet homoseksualiteti, promovojnë të drejtat e homoseksualëve, se ky është një gabim shumë i madh. Jo, se kjo që thua ti tani e vendon pjesa tjetër e njerëzve të është realisht është të mërshme. Ne jemi këtu të vampirizojmë njerëzit e kthejmë në homoseksual. Ne jemi këtu që të promovojmë të drejtat e homoseksualëve. Po promovojmë kush po thot. Po ju fillon me këto teori që ju keni ka dhënë drejtën ligji që të promovoni vlerat tuaja, po nuk ju ka dhënë drejtën të na mohoni në drejtën. Po ti e ke drejtën tate mos e dri. Po nuk po vlen flas. Po jo të përhapësh këto ide absurde. Jo të përhapësh ide të përhapësh. Monopolizova bisedën, unë jam minorancë dhe po flas. Vërtetës ka qenë që unë mos flas nuk flas. Talon Gjinishin ta sqaroj pozicionin e tij. Ora unë habitem me gjë, pse gjithë kjo irritim valla. Ora në gjithë botën ka për krah. A mund fizi si qytetruar me radhë? Ka mundësi gjithë ky debat sepse po ty është e muhabeti, është çështje debati. Jo, s'është muhabeti. Nuk është çështje muhabeti. Nuk është çështje muhabeti. Nuk po lëm të flas, ka i problem. Profesor, është një gjë që po ndodh këtu. Prapë s'po e lëm të flas. Jo, s'ka problem, vazhdo. Jo, është në favorin tuaj. Jo, nuk dua favor më vëllet. Është një gjë që po ndodh këtu që ndodh. Unë kam folën. Unë nuk kam folën akoma ti do të bësh favor. Për çfarë do të bësh favor? Pikërisht prandaj po ndërhy, sepse kjo ndodh sa herë që një shumicë kërkon të imponohet një pakice. Ore nuk po imponohem as kujt më buri dhe ata. A e ndjeni vetëm që po imponohem? Kjo shumicë. Kjo shumicë në studio, jo dhe ndjesitë tuaja unë i kuptoj shumë mirë. Edhe normalisht kanë fare shqetësima pjesë, mos u mundo fare, nuk ka problem. Atëherë, nuk ka problem. Ju lutem. Pa më the të thash, e lëm ta mbaroj Gjinishi dhe kthehemi. Domethënë ajo mund të jetë një fjali metaforike historia gjeneve sepse besoj që është e mbyllur nga gjithë, domethënë nuk është histori gjenesh dhe histori trashëgimie, domethënë madje edhe vetë nuk besoj që pretendoj gjëra të tilla. Megjithatë s'ka rëndësi. Ja, mos ka gjenet. Rëndësi ka që kemi një fenomen. Dhe natyrisht që nuk duhet të surprizohet askush që midis përkrahësve të fenomenit ka dhe një pjesë shumë të madhe që nuk e përkrahin fenomenin. Cilin fenomen? Homoseksualitetin pra. Ka dhe njerëz që janë kundra homoseksualitetit. Apo jo? Madje në kuptimin që janë kundra kësaj lloj sjellje seksuale. Këtij lloj modeli. Ta themi më thjesht, këtij lloj modeli. Domethënë kemi modelin në çift, i cili është mbi zotrus. Dhe njerëzit, një pjesë e madhe e njerëzve kanë zgjedhur modelin çift midis një mashkulli dhe një femre. Edhe këto kanë drejtën e tyre, apo jo? Se është gallat e madhe, tash duhet pyesim a kemi drejtë apo s'kemi drejtë. Tani më lejo të them dy fjalë. Kjo nuk është thjesht çështje lirie, nuk është thjesht çështje zgjedhje, por ka edhe disa gjëra që janë pak më të rëndësishme. Domethënë, përtej asaj që tha profesori, fet abrahamike kanë këto qëndrim dhe është e vërtet, po është dhe përtej feve abrahamike një qëndrim anti-homoseksual. Ose po themi, mos themi anti-homoseksual, po themi hetero. Në përgjithësi, sepse familja, koncepti i familjes në gjithë botën është bashkimi i dy sekseve të kundërta, mashkullit dhe femrës. Dhe një nga çështjet më të rëndësishme të familjes nuk është thjesht rritja bashkimi dy njerëzve të jetojnë, qajnë halle, të zgjidhin problemet, përballin jetën, të joshin njëri tjetrin, kënaqin njëri tjetrin, po ka dhe një problem tjetër. Ta mbrëpa. Po ka dhe një problem tjetër, që nëpërmjet familjes çift ne garantojmë dhe riprodhimin, vazhdimsinë e jetës. Jo, fare, më vjen keq ka ndryshuar komplet, domethënë. Jo, kjo s'ka ndryshuar, kjo nuk ka ndryshuar, se gjithë botën çiftje bë. Jo, kjo s'ka ndryshuar. Femër dhe e di shumë mirë këtë që në çdo moment mund të kem një fëmijë dhe mund të bëj një familje. Dhe familja nuk është mashkulli dhe femra, familja është dashuria dhe mbrojtja. Dalim ke kjo atë. Ti mund të thush gjithë ato gjëra, po mos i mbarojmë. Homoseksual dhe gjithë heteroseksual. Po mund të thuash gjithë ato mos i mbarojnë idenë. Është shumë gabim koncepti dhe shumë i gabim koncepti. Kush është gabim? Koncepti që një mashkull dhe një femër mund bëjnë familje dhe prodhojnë, është gabim. Po, shumë gabim është sepse ka ndryshuar modeli i familjes. Qetësi publiku. Ai mirë apo? Qetësi.
Ka ndryshuar modeli familjes. Sot ke vende më demokratike që lejojnë martesën e homoseksualëve ligjërisht. Biles ke edhe kish katolike që deri diku në disa vende të botës kanë krijuar organizata brenda kishave, të cilat ne nuk e përjashtojmë fenomenin e homoseksualitetit. Po flasim për diçka tjetër. Po këta njerëz e kanë fituar me ligj drejtën e tyre për të qenë kështu siç janë. Unë nuk po flas për këtë pjesë më burida. Kishtarë janë homoseksualë. A ka mundësi më burida? Ç'a bëhet shumë valla? Për sa kohë. Ç'a është shumë më burida? Dgjoj, një sekond, e kuptova që Gjinishi nuk është i vetëm në këtë panel, po ju lutem qetësi ta kryejmë ne bisedën këtu. Dakor? Okej, qetësi ju lutem publiku në radhë parë. Kinderit lutem ta ju lutem. Nuk kur t'ju jap mikrofonin edhe mund ta thoni në një mendim. Tani qëndroni, diskutoni pasi të mbaroj emisionin. Të lutem mos e ulim nivelin e bisedës kështu tash. Unë nuk ndjej mirë pse unë nuk kam ardhur këtu pse jam shumicë o pakic. Ka ndodhur në shumë raste që në këtë studio unë kam qenë pakic, mund të kem qenë edhe zëri vetë. Nuk është ky problemi më. Problemi është njeriu e thotë mendojnë si ju. Ora ç'a bëhet shumë. Vazhdo Gjinishit lutem. Tani çështja unë e lash këtu në këtë pikë, domethënë që një nga çështjet, nga misionet shumë të shenjta, apo jo vetëm të shenjta, por që kanë bën edhe me vimësinë e jetës tonë të familjes, është riprodhimi. Dhe natyrisht që një riprodhimi është i përcaktuar, domethënë, quaje si duash, fetarisht, tradicionalisht, historikisht, quaje si duash. Riprodhimi kryhet ndërmjet dy sekseve të kundërta. Tani është e vërtetë që në disa vende të botës demokratike, në disa vende, është lejuar që fenomeni homoseksual mos jetë thjesht një çështje lirie, po edhe një çështje e krijimit të një marrëdhënie tjetër nëpërmjet martesave të njëjtit seks, apo jo. Madje është lejuar që të merren edhe fëmijë, të adoptohen fëmijë etj. Tani problemi është këtu, që ne po ndryshojmë disa koncepte, po ndryshojmë kodin e familjes. Ky kod familje, ata mbaroj pak, lutem. Ky kod familje është ai që na ka sjellë në këtë bisedë. Po mos ishte kjo familje, ne nuk do të ishim këtu sot. Se nuk do kishte riprodhim, apo jo. Të mos e marrim kaq banale, po është e rëndësishme. Dhe çështja e riprodhimit. Me të vërtetë, psikologu na tha pak më parë për vështirësitë, 100 raste që psikiatrin për vështirësitë që kishte në 100 pacient, me prirje të tilla. Unë nuk përmend shifër, por thash. Nuk ka problem, 1000. Dhjetra, madje qindra. Nuk e kisha të shifra, 1000, nuk ka problem. Domethënë, keni pasur vështirësi për të përballur dhe për të zgjidhur problemet e këtyre njerëzve. Po a keni menduar ndonjëherë të frustruar për të qenë saktë? Jo, nuk ka problem. Jo, mund të jenë dhe njerëz që kanë këto prirje, do shkojnë, nuk ka zgjidhje. Jo, vjen sepse kanë një problem, sepse kanë pasur problem. Qartë, normal. Tani unë do të thoja, do të bëj një pyetje tjetër. A ke menduar ndonjëherë se çfarë vështirësie do të jesh kur pranë teje të vijë një fëmijë i adoptuar nga një çift homoseksual? A ke menduar ndonjëherë çfarë përgjigje do të japësh? Çfarë do të japësh? Një njeri që se ka shijuar kur dashurinë e nënës dhe babait, ndërkohë që ka dy qenie përballë dhe njëri luan rolin e babait dhe tjetri nënës ose të dytë babait dhe dytë nënës, dhe ky njeri duket vetë një teatr. Dhe një moment caktuar thot stop, ku mbaron teatri dhe ku fillon jeta. Ne mund të diskutojmë pafund mbi konceptin e familjes, megjithatë koncepti im personal mbi familjen, jo vetëm personal, por është një koncept ligjor edhe psikologjik. Familja ka ekzistuar para se të ekzistojë ligji. Dakor, familja nuk mbaron se ekzistuari kur nuk ka më femra në familje. Dhe familja nuk mbaron se ekzistuari kur nuk ka më meshkuj në familje. Pra, kur vdesin, ndahen, humbin, le të themi, lidhjet etj. Jetojnë babai me 2 djemt, jeton nëna me 2 vajzat, dhe kjo është një familje, vazhdon të jetë një familje. Dhe ka diçka tjetër që i lidh këto dy persona. Sepse babai kishte bashkëshort dhe një femër që bëri këto 2 vajza. Po pra, po dakor. Po kishte babai një tjetër, baba nuk mund të kishte më vajza. Sigurisht që riprodhimi. Dhe familja mbyllet. Sigurisht që riprodhimi është ndodh nëpërmjet 2 sekseve. S'ka asnjë gjë në botë që ta kundërshtojë. Në qenet njerëzore ka dhe qenet të tjera pastaj që kanë riprodhim në mënyrë tjetër. Megjithatë, unë po thoya diçka tjetër, që ajo që e karakterizon një familje dhe që i mban lidhur njerëzit e një familje nuk është thjesht prania e 2 sekseve, por është dashuria dhe lidhja që kanë njerëzit me njëri tjetrin, sepse rriten në të njëjtin ambient, ndajnë të njëjtat vlera, kanë kryesisht dashuri për njëri tjetrin dhe
ndihmojnë njëri tjetrin, i gjindën afër njëri tjetrit. Pra, nuk është çështja vetëm familja duhet të jetë patjetër burri, gruaja, dhe familja është familje kur është burri gruaja tani lej këto histori. Familja është familje burri gruaja. Familja vazhdon edhe mbasi nuk ka një grua në familje apo mbasi nuk ka një burr. Familja themelohet ndërmjet një burri e një gruaje. Ato mund vdesin po dy njerëz dhe s'ka familje. Mos i ndafrojmë. Kemi rasti formë e familjes. Jo, kjo është familja. Kjo është familja pra. Jo, për sa kohë që ti pranon që po ne e dim që ka homoseksual, ka pasur dhe do të ketë gjithmonë. Atë nuk e di unë, unë nuk e di unë do të ketë, se unë nuk jam orakull, du të parashikoj që të ndodhi nesër. Atëherë ka, dhe e pranon që ka. Ne flasim me realitet, këtu ku jemi. Atëherë do të thot, çështja nuk shtrohet o ju njerëz këtu, lini burrat apo lini gratë, dhe martohuni me njerëz. Nuk ka lidhje, më nuk thashtë më. Nuk ka të bëjë që një grup. Po jo pra, po e ndjej që në përgjithësi fobit nga nuk krahasova dy modelet më burrë. fakti që ekzistojnë homoseksualët, atëherë dhe pranojmë që ata kanë të drejta, do të thotë që nuk ka pse shqetësohen se ata kërkojnë dhe të formojnë familjen e tyre. S'ka lidhje Nuk ka lidhje numri popullsisë me detyrimisht me numrin. Pyetja është dhe kam përgjigjeshin pyetje. Ti i shikon homoseksualët si një rrezik për zhdukjen e familjes tradicionale, biologjike, me nënë dhe me babë? Ky është problemi? Jo, shiko, tani e hape shumë këtë, se është një pyetje që do një përgjigje që po një nga arsyet Alban është dhe kjo, po s'është e vetmja kjo. Domethënë, unë e thash dhe pak më parë, për mua e pa drejtë ajo është gjithçka që është e dëmshme për shoqërinë. Çfarësi, çfarë niveli, çfarë sasie, çfarë cilësie është? Çfarë ka të dëmshme? Po pse mungesa e riprodhimit nuk është e dëmshme. Mungesa e rritjes së fëmijëve nëpërmjet një martesës gay, pa dy prindër biologjik, pa dy prindër të sekseve ndryshme, nuk është e dëmshme. Si do ta shpjegoj? O zotri, tani